Çka ka thonë se vëllezër të besueshëm, kur ke vëllezër të besueshëm, ato të përkrajnë për qëndrimin në hak. Ato ndalojnë kur e shohin se ti ke nis të gabojsh ose të devijojsh. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Ansur akhaka zaliman wa mazluman." Ndihmoj vëllezërit tonë kur ti bëhet zullum dhe kur bëje zullum. Ka thonë ja Rasulullah, kur ti bëhet zullum pi dalna susret. Po kur bëje zullum, ka thonë nalni prej zullumit. Edhe ajetët dhe hadithët krejt urnojnë: "Wa'mur bil ma'ruf." Urnon nga e mira dhe ndal nga e keqja. Edhe faktikisht besnikëria mes vëllezërit është dashuri mes tyre, është rahmet mes tyre. Ne sot buajna se nuk kena dashuri. Pse nuk kena dashuri mes vetesh? Se nuk kena besim mes vetesh. Nuk kena vëllezër të besueshëm rrethën tonë. Dhe mandej nuk kena dashuri dhe harmoni familjare. Çish do të kërkon harmoni dhe dashuri familjare kur e ki vllavin të pabesueshëm. Knaqet kur të shofe të hup jose të ta marrë isën. Tash kjo, pse këto vllazërit tash ku po bëhet baba mida, po përlahen për isën. Se nuk ki babë nuk ja u ka dhënë tërbijen si duhet. Po t'ja u ke dhënë tërbijen si duhet, dhe t'jetë konë tërbije islame, si cili do të mundohet ma të mirën t'ja e vllavit vetë. Si cili dhoj, jo, qaj e me mira, ti takon, a i qëtëri dhoj, jo, ti takon. Pse? Se pejgamberi ka thonë, nuk kompletohet imani i një besimtari derisa nuk e don të mirën për vllahun e vet, sikur se çka e don për veten e vet.